Përshëndetje shenja e demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 monedat, 4 shkopin, temperanca, vdekja. Kjo javë fillon me një ndjesi mungese, që mund të jetë vetmi emocionale ose mungesë monetare. 5 monedat tregon se mund të ndiheni të pambështetur, emocionalisht të lodhur, ose sikur po kaloni diçka që të tjerët nuk e kuptojnë plotësisht. Mund të ekzistojë edhe frika se mos humbni, një siguri shpirtërore ose stabilitet që ka qenë ose është i rëndësishëm për ju. Por menjëherë pas saj shfaqet karta 4 shkopinjt dhe kjo tregon që një pjesë e juaja ende kërkon paqe, harmoni, stabilitet emocional dhe ndjesinë e shtëpisë shpirtërore. Kjo kartë ju kujton se edhe në mes të pasigurive ekziston dëshira për të ndërtuar diçka të sigurt dhe të qëndrueshme. Me kartën e temperancës, energjia fillon të qetësohet. Sepse temperanca sjell shërim emocional, balancë, durim dhe nevojën por mos të reaguar me ekstreme. Ju mund të kuptoni se disa gjëra nuk zgjidhen me nxitim, por me kohë dhe qetësi të brendshme. Edhe fundi, me kartën e vdekjes, është shumë i fuqishëm. Vdekja nuk flet domosdoshmërisht për fund negativ, por për transformim të madh. Një fazë e vjetër emocionale po mbyllet, një mënyrë e vjetër e të menduarit apo e të jetuarit nuk mund të vazhdojë më. Diçka duhet lënë pas që ju të hyni në një energji më të pastër dhe më të fortë. Kartat këshillojnë të mos kini frikë nga ndryshimi, që mund të jetë edhe ndryshim emocional. Disa gjëra po largohen, jo për t'ju zbrazur, por për t'i hapur rrugë, ndoshta një version i të ri të vetes suaj. Kalojmë tek familja. Në familje kemi kryepriftëresha, as i monedhave, hëna, 7 shkopinjt. Kryepriftëresha tregon për heshtje, nën kupton sekrete, emocione të pathëna ose ndjesinë që shumë gjëra kuptohen pa u shprehur hapur. Mund të ketë situata ku intuita juaj ju thot se diçka po ndodh, edhe nëse askush nuk po e thot drejt për drejt. Me kartën as i monedhave, duket se ekziston potencial për stabilitet ose fillim i ri praktik në familje, që mund të jetë mundësi financiare, ndihmë konkrete që mund ta merrni ose ta jepni, ose përpjekje për të krijuar më shumë siguri. Por menjëherë pas kësaj shfaqet hëna, dhe hëna sjell paqartësi emocionale, dyshime, konfuzion ose situata që nuk duken plotësisht ashtu siç janë. Hëna mund të tregojë edhe frikra të fshehura, apo tensione që nuk po diskutohen hapur. Me kartën 7 shkopinjt, atmosfera bëhet mbrojtëse. Dikush që mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj që mund të jetë partner ose antar familje. Pra, dikush mund të mbrojë fort pozicionin e vet, të mos pranoj lehtë kompromis, ose të ndihet i sfiduar, ose sikur duhet të luftoj për veten e vet. Pra, familja këtë javë duket sikur vërtitet mes heshtjes, pasigurive dhe nevojës për të mbrojtur stabilitetin emocional apo material. Kartat këshillojnë të mos merrni çdo heshtje si të vërtetë absolute. Duhet të dëgjoni intuitën, të evitoni nxjerrjen e përfundimeve pa patur qartësi të plotë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 6 kupat, 2 kupat, 2 shkopinjt, djalli. Në dashuri duket se këtë javë ka një energji shumë të fortë emocionale dhe karmike. 6 kupat sjell nostalgji, kujtime dhe lidhje që ndihen të njohura. Mund të mendoni shumë për një person nga e kaluara, një lidhje që ende ju prek, ose emocione që nuk janë fshuar plotësisht. Por pastaj shfaqet karta 2 kupat dhe
Dy kupat nënkupton afrim, ndjenja reciproke, kimi emocionale ose lidhje që krijon ndjesinë e mirë kuptimit. Por me dy shkopinj situata hyn në fazë pritjeje dhe vëzhgimi. Dikush këtu që mund të jeni ju ose personi juaj, mund të mendoj për hapin tjetër, të hezitoj mes dy rrugëve ose dy mundësive, ose të shoh drejt së ardhmes pa marrë ende një vendim konkret. Edhe fundi me kartën e djallit e bën energjinë shumë intensive, sepse djalli nënkupton tërheqje obsesive, pasion shumë i fortë, lidhje që është e vështirë të lihet pas, ose emocione që mund t'ju konsumojnë. Kjo duket si një lidhje që nuk ndihet e lehtë, ka shumë magnetizëm, por edhe rrezik për varësi emocionale, xhelozi ose mbi ngarkesë psikologjike. Në dashuri flitet për energji shumë të fortë, që siç thash mund të jetë emocionale ose fizike, me ndjenja që vijnë si nga e kaluara, ashtu edhe nga një tërheqje shumë intensive në të tashmen, që mund të jetë një marrëdhënie ekzistuese. Megjithatë, mes afërsisë dhe pasionit ekziston edhe hezitim për të ardhmen ose frika për t'u përfshirë plotësisht. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika për ta humbur dikë t'ju bëjë të humbni qetësinë tuaj emocionale. Dashuria e vërtet nuk duhet t'ju konsumojë deri në pikën ku ju harroni veten tuaj. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 shkopinjt, rrota e fatit, 5 kupat, 3 monedhat. Në punë, energjia fillon në mënyrë shumë pozitive, sepse 6 shkopinjt sjell sukses, njohje, vetbesim ose ndjesinë që më në fund po merrni vlerësimin që ju meritoni. Rrota e fatit nënkupton se situatat fillojnë të ndryshojnë, flet për mundësi të reja, kthesa të papritura ose zhvillime që ndryshojnë ritmin e punës, por me 5 kupat mund të ketë një zhgënjim ose ndjesi që jo gjithçka po ecën siç kishit shpresuar. Mund të përqendroheni shumë tek ajo që mungon dhe të mos vini re menjëherë mundësitë që ende ekzistojnë. Dhe fundi me kartën 3 monedhat është shumë i mirë sepse nënkupton bashkëpunim, ndërtim gradual ose mundësi për të krijuar diçka më të qëndrueshme, edhe me ndihmën e të tjerëve. Edhe nëse ka ulje ngritje emocionale, puna duket se ka potencial për zhvillim dhe stabilitet gradual. Kartat këshillojnë të mos lejoni që një zhgënjim i momentit t'ju bëjë të harroni progresin që po ndërtoni. Durimi dhe bashkëpunimi do të japin më shumë rezultat sesa reagimet emocionale. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi frika. Ju mund të ndjeni frikë nga humbja, nga ndryshimi, nga e panjohura, por frika nuk vjen për t'ju paralizuar, frika vjen për t'ju treguar se shumë nga pengesat tuaja lindin pikërisht nga frikërat që mbani brenda vetes. Sa më shumë të përballeni me to, me qetësi dhe vetdije, aq më shumë do të ndiheni më të lirë dhe më të fortë për të hyrë në një fazë të re të jetës suaj. Paçim!